Edhe pse jemi në vjeshtën e parë, muaj shtator, Himar Avion të mbetet një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët vendas dhe të huaj. Në rrugë dhe plazhet e qytetit bëret dhe një prani e madhe pushuesish, të cilët kanë zgjedhur të shijojnë detin dhe bukuritë natyrore të zonës gjatë këtij shtatori. Himara po konfirmohet gjithnjë më shumë si një destinacion që ofron turizëm gjatë gjithë sezonit të ngrohtë, duke nxitur ekonominë lokale dhe duke forcuar imazhin e saj si një nga vendet më tërheqëse në Bregdetin shqiptar. Turistët në Himar i gjen nga vende të ndryshme si Franca, Belgjika, Spanja, duke konfirmuar se kanë gjetur një vend që ofron gjithçka për pushime, det i pastër, klimë e ngrohtë, por dhe mundësi për të vizituar disa vende buz Bregdetit që ofrojnë pamje të mrekullueshme. Spain too. And for you, it's the first time in Albania? Yeah, we're a couple, so it's... Jam nga Spanja, jemi po për herë të parë këtu. Kemi bërë një udhëtim me anije dhe është një vend shumë i bukur. Më pëlqen shumë në fakt. First time, yeah. We came here because we were checking and we wanted... Nga Spanja jam, kemi ardhur për herë të parë. E kam zgjedhur edhe duke parë si një mundësi për të pushuar në mal dhe në det. Ne kemi udhëtuar deri në veri, kemi shkuar në Thet dhe Valbon dhe tani jemi këtu. Na pëlqen shumë. Belgium, yeah, first time, yeah. Yeah, it's very cool. Jam nga Belgjika, një vend shumë i bukur këtu. Po admiroj këtë peizazh fantastik. Nuk e prisja të ishte kaq bukur. Më pëlqen. En Belgique. Ouais. J'aime beaucoup. Edhe unë nga Belgjika, po shikoj një vend që ofron një klimë fantastike dhe deti është shumë i pastër, edhe vendi ka pamje të bukur. Kam parë disa nga brigjet me varg dhe jam i impresionuar. Germany. You like it, Himara? It's good. It's very good. Jam nga Gjermania, është hera e parë këtu në Himar dhe në Shqipëri. Jam e impresionuar, vendi është shumë i bukur. Fantastike. Belgium, we like the whole country. Unë vi nga Belgjika, udhëtoj me miqt dhe familjar. Tani jam në Himar dhe kam ardhur këtë mëngjes. Kam vizituar edhe Vlorën dhe mua më pëlqejnë të gjitha vendet. Keni një Bregdet fantastik. Gjatë gjithë udhëtimit e kam shijuar shumë dhe Himara po më pëlqen. Kisha dëgjuar pak për vendin tuaj dhe tani jam këtu. From the UK? It's just more relaxed, there's not as many. Jam nga Britania e Madhe, në fakt nuk isha ardhur ndonjëherë në Shqipëri, apo edhe në Himar. Ajo që gjeta këtu është shumë e mirë, një vend fantastik. Me siguri do të rikthehem. Në Himar sezoni është duke vijuar me turistë që preferojnë të zonë, ndërsa ata pranojnë se do të rikthehen. Moti ngrohtë ka ndikuar për turistët e shumë, ndërsa duke parë situatën pritet që sezoni të vijojë edhe më gjatë.